besoj që është një formë e avancimit e të gjithë segmenteve të futbollit bashkarisht dhe mendoj që kjo duhet pas parasysh, por a duhet jemi të kënaqur? Absolutisht që jo, ne jemi të vetëdijshëm që niveli i futbollistëve që ne kemi është për të qenë në këtë nivel të Ligës B, por për të motuar që të jemi edhe më lart, qoftë në Nations League, qoftë në garat kualifikuese, ne nuk duhet të ndalemi apo të vetë kënaqemi me këtë sukses. Mbase kjo është rruga, por ky nuk është qëllimi final. Qëllimi final pas një dyshim duhet të jetë pjesëmarrja në një kampionat evropian ose botror, kur ne kemi shkuar në stërvitje, nga një prej gazetarëve është vrejt menjëherë me të futur në stadium ajo fusnot, më kanë sinjalizuar gazetarët dhe i falenderoj për këtë, dhe më pas kemi reaguar te zyrtarët e Islandës, të cilët po ashtu kanë qenë shumë të habitur. Reagimi i parë ka qenë që ekrani të ndalet tërësisht derisa të sqarohet kjo situatë, kur e kemi sqaruar me Federatën e Islandës se ata nuk kanë pas as edhe një ide për atë fusnot. Kemi shkuar tek autoritetet lokale, tek zyrtarët e stadiumit, nga të cilët është thënë që shteti spanjoll e ka këtë protokoll dhe në shtetin spanjoll Kosova mund të prezantohet vetëm me fusnote gjëra të tilla. Normalisht do kemi bërë më dije që kjo nuk vjen në shprehje, edhe në asnjë formë ne do të marrim pjesë në një ndeshje në cilën Kosova nuk trajtohet e barabartë me rivalin e saj dhe e barabartë me rregullativat në fuqitë e UEFA si antare e barabartë. Pastaj ky sqarim është ky keqkuptim është sqaruar dhe është tejkaluar menjëherë. Vendimet individuale të futbollistëve ta keni gjithmonë të qartë, merren në bazë të interesave personale të cilit do të qoftë futbollist, cilit do të qoftë ai. Asnjë futbollisti asnjëherë nuk është mbyll dera e prezantimit të Kosovës, as edhe njërit. Të gjithëve u është ofruar kjo mundësi, por pastaj futbollistë të ndryshëm kanë bërë zgjedhje të ndryshme për arsye dhe interese të ndryshme puro personale. Edhe kjo është diçka që nuk diskutohet në asnjë formë. Agjentët në shumicën e rasteve njerëz se bëjnë pazare. Edhe kjo është arsyeja pse na tentojmë në çdo formë me i evitu kontaktet me ta përveç rasteve kur janë të paevitueshme. Kontaktet direkte duhet të jenë me futbollistin. Normalisht që na flasim me secilin futbollist sapo të marrim një informacion që ai është duke menduar ndrimin e ekipit kombëtar, tentojmë të kuptojmë cili është shqetësimi i tij, pse ai futbollist ka ardhur në një pozicion për të menduar ndrimin e ekipit kombëtar, i sqarojmë rolin e tij brenda ekipit kombëtar të Kosovës, dhe më pas mbetet në dorën e futbollistit. Mirë, po ne nuk kemi luajtur asnjëherë lojën e pestë për t'i premtuar dikujt minuta, për t'i premtuar dikujt ftesa, për t'i premtuar dikujt synime që shkojnë përtej kapacitetit të tij. Me Etnik Brutin, me që është rast konkret dhe i fundit, me që e përmendet edhe ju, me të kuptuar që është duke menduar ndrimin e ekipit kombëtar, kemi kontaktuar me të. Edhe pse nuk ka shumë kohë më parë që ai ka qenë pjesë e kampit me futbollistët premtues, ka pas takim dhe diskutim me selektorin Foda, ka pas shiritin e kapitenit të ekipit U21, por prap e kemi risiguruar që është pjesë e rëndësishme e projektit tonë. Nuk besoj që ka mbetë ndonjë mundësi të cilën ne nuk i kemi shterur për t'u bërë me dije të gjithëve që ekipi kombëtar është derë e hapur për ta edhe ka interes të qartë për ta.